Restaurimit ka mbledhur sërish në qytetin e Gjirokastrës profesionistë të rinj të monumenteve të kulturës dhe trashëgimisë kulturore nga vende të ndryshme të botës. Kampet rajonale të restaurimit organizohen si një bashkëpunim i organizatës Trashëgimia Kulturore pa kufi me institucionet e monumenteve të kulturës. Pjesë e punës së specialistëve të rinj në kampin e Majit janë ndërhyrjet në sokakun e të marrëve, banesën Lili, si dhe portat karakteristike të banesave Toro dhe Xhaxhiu. Kampi i radhës mban numrin 27. Këtë herë kemi 30 pjesëmarrës. Një pjesë e tyre vjen nga Universiteti i Tiranës, bachelor në menaxhimin e trashëgimisë kulturore, ndërsa pjesa tjetër janë pjesëmarrës nga vende të ndryshme të Ballkanit, Shqipëria sigurisht, Kosova, Greqia, Kroacia e tjerë. Këtë herë kemi dhe një pjesëmarrëse nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë herë kampi është përqendruar në 4 ndërhyrje. Një prej tyre është banesa Lili, pranë banesës Çabej, aty po restaurojmë fasadën Suvane, fasadës kryesore. Gjithashtu ndodhemi në banesat Xhaxhiu dhe Toro. Te banesa Xhaxhiu po ndërhyjmë në portën kryesore të shtëpisë, ndërsa në banesën Toro po ndërhyjmë në çatin e portës hyrëse dytësore. Njëkohësisht një grup prej 13 studentësh pjesëmarrësish të drejtuar nga 2 mjeshtra vendas Gjirokastrit po ndërhyjnë në sokakun e të marrëve, në kaldrëmin e rrugës. Tashmë organizimi i kampeve rajonal të restaurimit ka fituar traditën e vet në Gjirokastër, duke gjetur edhe mbështetjen e komunitetit. Tashmë mendoj se kampet janë kthyer në një traditë dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë me komunitetin vendas. Kemi her pas here njerëzit që na pyesin kur do vi kampi prap, nga ku janë pjesëmarrësit këtë herë, ku do qëndrojnë, si e ndjejnë veten. Kështu që mendoj se është realisht një traditë pozitive që në fillesën e tyre kampet kanë pasur një bashkëpunim shumë të mirë dhe vazhdojnë ta kenë me të gjithë institucionet vendas. Këtë herë veçanërisht do veçoja Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare dhe Bashkinë e Qytetit. Janë ndër institucionet që na qëndrojnë më afër dhe me të cilat kemi bashkëpunim vazhdueshëm.